Luigi Bludaj, që akuzohet për vrasjen e kushëririt të tij Gjokarra në Dukagjin, rrëfeu në sallën e gjyqit në Shkodër se konflikti mes tyre kishte lidhje me mbjelljen e kanabisit. 31 vjeçari tha në seancën për masën e sigurisë se sherrri kishte nisur kur ai kishte shkatruar parcelën me lëndë narkotike që viktima e kishte mbjellë pranë shtëpisë së tij. Pas kësaj Gjokarra kishte kërkuar dëm shpërblim dhe e kishte kërcënuar se do ta vriste me një kos. Pas përshkallëzimit të konfliktit, Luigi Bludaj tha se u detyrua të vriste kushëririn për vetmbrojtje dhe se vllai i tij Çesk Bludaj nuk kishte lidhje me ngjarjen. Seanca gjyqësore në ngarkim të 31 vjeçarit u zhvillua me dyert të mbyllura, me qëllim që të mos dalin informacione nga mediat që mund të ndikojnë tek marrëdhëniet mes familjeve. Ndërkohë, Luigi Bludaj, para togave të zeza, ka deklaruar se pas vrasjes është fshehur nga frika e hakmarrjes. Sipas burimeve në policinë e Shkodrës, dyshohet se para vrasjes së Gjokarrës nga 31 vjeçari, mes palëve të përfshira ka pasur paditë ndërsjellta në polici për parcelat me kanabis, por këto të dhëna nuk janë bërë publike nga Komisariati i Shkodrës.